لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد falenderojmë Allahun e madhruar, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, s'ka dyshim se Kur'ani është libër i zbritur nga Allahu xhalla xjalaluhu, i cili synon ta përmirësoj jetën e njeriu në këtë botë përmes rregullave dhe normave dhe ligjeve që janë të përshtatshme dhe janë aplikuese për njeriu në sipërfaqen e tokës. Kur'ani synon që t'i krijoj njeriu në këtë jetë një lumturi në këtë botë, një rehati, një siguri dhe një qetësi. Dhe është kundër çdo prishje të rendit, kundër çdo shkatërrimi që bëhet në tokë, kundër çdo qesati që bëhet në sipërfaqen e tokës. Kur'ani të nderuar vëllezër flet për shumë tema që janë shumë të rëndësishme për jetën e njeriut dhe flet për shumë gjëra negative që në realitet ndodhin në jetën e njeriut, dikush i vepron ato dhe pastaj dëshiron që këtyne realiteteve t'ja ndryshoj kahjen. Të bë punë të këqija, mu paraqit se jam njeri mirë. Të bë shkatërrime në tokë, mu paraqit se une jam të punu e drejt. Njëna prej temave që e rrah Kur'ani dhe e shoqit shumë dhe flet shumë për ta, është shkatërimin që e bajnë njerëzit në sipërfaqen e tokës. Dhe shkatërimin që e bajnë njerëzit në sipërfaqen e tokës mund të jetë edhe në aspektin fizik, po edhe në aspektin kuptimor. Në aspektin fizik është kur njeriu bën shkatërim në tokë të i mbyt njerëzit, të derdh gjakun e të pafajshmëve, të shkatrua fusha malen vendbanime të ndryshme. Ndërsa në anën kuptimore, shkatrimi në tokë bëhet edhe përmes kur dikush punon për me ja u prish moralin njerëzve, kur dikush punon për me ja u prish besimin njerëzve, kur dikush merr ideologji të mprapshta dhe këto ideologji ndikojnë në shkatrimin e shpirtëror të njeriu. Allahu xhalla xhelalu në Kur'an të nderuar vëllezër
na ka bën një thirrje shumë të madhe që tekstet e Kur'anit ti meditojmë dhe ti analizojmë dhe mësimet që na jep Kur'ani ti i marrmi për një me. Allahu Gjelle Gjelalu flet për njerëzit e mëhershëm, për popujt e mëhershëm të cilët kanë bërë shkatrime të mëdha në tokë. Allahu më së miri e përkufizon këtë shkatrim që e kanë bërë njerëzit, e pastaj e kanë merituar dënimin e Allahut për shkak të këtij fesati që e kanë bërë në tokë. Allahu Gjelle Gjelalu flet më së miri për këta njerëz në kapitullin Al-Fajr. Thot, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. A nuk e shihni se çka boni Allahu Gjelle Gjelalu me fisin Ad, me popullin Ad, Irama dhatil imad, me popullin e Iremit, të cilët kishin pallate me shtylla të shumë të lloj-llojshme. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, të cilët nuk ka kriju Allahu të ngjashme sikur ata diçka në tokë. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Dhe thot, a nuk e shihni popullin e Thamudit, lajmet që ju kanë ardhur për popullin e Thamudit, të cilët i gdhendin shkëmbit e tyre dhe i ndërtonin pallatet. Do të fuqishëm. Wa Fir'aun dhil autad. Dhe faraoni, pronari i hunjve, pronari i shtyllave. Çka do thot kjo? Faraoni të nderuar vëllezër, na për ata hujt që i ka pas edhe shtylla që i ka pas, i ka vendosur dhe i ka ngulit njerëzit, i ka mbyt njerëzit dhe i ka ngulit në për to. O Firaun dhil autad, alladhina taghaw fil bilad. Dhe ata të cilët i te i kaluan kufit në tokë, fa aktharu fiha al-fasad, dhe shkatrun shumë në tokë, bën shkatrime shumë në tokë, fa sabba alejhim rabbuka sawta adhab, dhe Allahu ja u çoi aty në dënimin që ata e merituan. Inna rabbaka labil mirsad, Allahu vazhdimisht është në pritje. Mos mendon askush se ndonjë zullumçar, ndonjë i padrejt, ndonjë kriminal mund t'i shpëtoj dënimit të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Prej gjënave të nderuar vëllezër që Kur'ani e ka specifikuar shumë, prej tregimeve shumë interesante në Kur'an, që tregon për zullumin e madh që është bën në tokë, për krimin e madh që është bën në sipërfaqen e tokës, për çmendurinë e këtij personi. Allahu Gjelle Gjelalu flet për faraonin. Faraonin e kohës së Musait a.s. Allahu thot, inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin. Faraoni u bë arrogant në sipërfaqen e tokës, u bë mendje lart mbi sipërfaqen e tokës. Wa ja'ala ahlaha shi'an, dhe i ndajti popullin e vet në grupe, i përçajti. Dhe që është ajo rregulla e përgjithshme, kur don me sundue një popull që s'duhet vetëm përçaj atë, edhe sundon ma lehtë. Këtë taktike ka përdor faraonin popullin e vet. Wa ja'ala ahlaha shi'a. I ka bën njerëzit në grupe, i ka çmontu me zveti, i ka bën më përça me zveti që më i sundue ma lehtë. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Kështu i ka dobësu ata. Yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Allahu ka thënë, faraoni
i mbytte fëmijët e popullit Benu Israil dhe ja u turpronte gratë. Dhe ja u turpronte gratë. Ky krim, kjo çmenduri që kishte arrit kulmin nga faraoni ishte bërë sebeb një ëndër që e kishte pa faraoni se prej popullit Benu Israil do të lindin një fëmijë i cili do të bëhet sebeb mi ja shkatrue pushtetin faraonit. Edhe me rëzu nga froni dhe nga pushteti faraonit dhe me marë fund historia faraonit. Çka bën faraoni? Merr vendim të çdo fëmijë poshtje, mashkull, i cili lind tek Benu Israil mu mbyt me një. Krimi madh, derdhje e madhe e gjakut të njerëzve të pafajshëm. Atëherë kur fillon me marrë këtë veprim, 1 vit, 2, 3 vite, vazhdon me vepru kështu. Paria e faraonit ata këshilltar që i ka pasi thojnë, nëse ti vazhdon me mbyt fëmijët e Benu Israilve ata që lindin, kush ka me na shërbyje neve në tarmën? S'kem me pas kush me na shërbyje neve, na e zotni jem. S'kemi më sklavë në shoqërinë tonë. Atëherë merr vendim faraoni që një vit të lihen gjallë, ndërsa një vit të mbyten gjithë ata fëmijë që lindin. Dashti Zoti e që të lind Musa a.s. bashkë në atë vitin që kishte vendos faraoni të i mbyt fëmijë. Ndërsa Haruni vllau i Musait a.s. ka lind në vitin që kanë pas amnesti, ato nana të cilët kanë lind fëmijë meshkuj, kanë pas amnesti dhe nuk i kanë mbyt. Kaq lart ka shkuar të ndëruar vëllezër krimi i faraonit, kriminaliteti i tij, terrorizimin që ja u ka bëe popullit vet, frikën që ja u ka shtije në palc, mbytjen që ja u ka bërë njerëzve të pafajshëm, ndërsa kur erdhi Musa a.s. dhe pasi që u rrit, pasi që u bë i pjekur, pasi që arriti një moshë mesatare të jetës së tij, Allahu xhelle xhelalu e gradoi me pejgamber. Dhe kur e gradoi me pejgamber, i tha Allahu xhelle xhelalu Musait idhhab ila Firaun. Tha shko te faraoni, ai është kriminal i madh, ai është zullumçar i madh dhe tërhiqja vrejtën. Kur shkoi Musa a.s. me ja tërheq vrejtën faraonit, çka i tha faraoni? Tha ti je ai i cili bën shkatrimin tokë. Ti je ai i cili bën qesad në tokë. Ti je ai i cili shkatron. Edhe kjo ndodh të nderuar vëllezër shpesh në historinë e njerëzimit. Jo këtë Allahu xhelle xhelalu na ka treguar këtë rast në Kur'an për me marrë shembull ne nga e kalura e besimtarëve, ata që e kanë besuar Zotin, dhe në të njëjtën kohë për me na treguar se faraona ka mundësi me pas çdo herë njerëzimi. Ata cilët mbytin njerëz të pafajshëm, shkatrojnë vendbanime. Ata të cilët bojnë qesar në tokë pa kur një farë të drejte. Ka me pas vazhdimisht historia njerëzimit. Jo vetëm kaq, mirë po ata të cilët bojnë fesat në tokë dhe shkatrime në tokë, pastaj paraqiten si njerëz të mirë. Pastaj paraqiten si njerëz të cilët edhe mbajnë rendin, edhe dojnë me kriju e siguri, edhe dojnë me kriju e qetësi dhe paqë në botë. Me keqja është kur krimi përkrahet, kur në krim investohet, kur krimi ndihmohet, kur lumejt me gjakun e të pafajshme rrjedhin, ndërsa ai prap apo ata kriminal prap do thot janë në skenat dhe prap do thot respektohen nga popujt e ndryshëm, nga shtetet e ndryshme, nga vendet e ndryshme. Mund nga ata të cilët sot do të proklamojnë vlera dhe sot mendojnë se janë do të që japin vlera njerëzimit, ndërsa shkelin mi gjakun e të pafajshme, shkelin mi gjakun e njerëzve e fëmijëve, e grave, e plegjve, e njerëz të cilët do të nuk kanë asgjë faj përveç se dëshirojnë që t'jetojnë të lirë dhe t'jetojnë do të ashtu qysh e kërkon çdo njeri nga natyrshmëria e tij.
E Allahu Gjelle Gjelalu në fund përmend të nderuar vëllezër përfundimin e këtij kriminali faraonit, ti zullumçari kaq madh. Allahu Gjelle Gjelalu thot: fa akhadhnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yam fanzur kayfa kana aqibatu adh-dhalimin. Dhe thot ne i morëm ata dhe i fundosëm në det. Dhe ngjarja e faraonit në det është e njohur në Kur'an. Dhe përfundimi i tij në det, fundosja e tij në det është e njohur në Kur'an. Thot i morëm dhe i futëm në det. Fanzur kayfa kana aqibatu adh-dhalimin. Dhe shiqo se si përfundon jeta e të padrejtëve dhe jeta e zullumçarëve. Pra, këtë tregim që na tregon Allahu Gjelle Gjelalu në Kur'an dhe tregime tjera që do të marrim, na tregon të nderuar, na bën të me dije të nderuar vëllezër, se gjithmonë do thotë ka me pas asnjë njerëz të cilët e derdhin gjakun e njerëzve të pafajshëm, i mbysin njerëzit e pafajshëm, bajnë çrregullime në tokë dhe pastaj me gjithë ata përkrahen, me gjithë ata mundohen dikush që të prodhojë marrëdhënie apo të realizoj marrëdhënie ekonomike me ata të cilët do thotë derdhin gjakun e njerëzve të pafajshëm dhe mbytin njerëz të pafajshëm. E lutem Allahun Gjelle Gjelalu që të na udhëzoj në rrugën e drejtë, na forcoj zemrat tona. Nëse e meditoni Kur'anin dhe tregimet e tij, kam ju mundsua juve me kuptue të nderuar vëllezër se kush është ai i cili mundohet që të bëj përmirësim në tokë dhe të jetojnë njerëzit të rahat, dhe kush janë ata të cilët dëshirojnë fesad në tokë, dëshirojnë shkatrime në tokë, dëshirojnë do të thotë përçarje, dëshirojnë që mos t'i lanë njerëzit të rahat dhe mos t'i lanë të jetojnë në siguri dhe në atë që Zoti i ka krijuar që të jetojnë të lirë dhe të sigurt. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.